Falëndërimi takon Allahut të madhruar, I cili na begatoi me dërgimin e mëshirës për botët të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe na bëri prej ummetit të tij. Salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamati I vlerësuar, tema të cilën sot do ta shpjellojmë është: a e ndjekim të dërguarin alayhi salam? Ummeti pasuesit e Muhammedit alayhi salam jemi ne, të cilët me mallë presim ditën e 12 të muajit Rabiul Awwal për ta përkujtuar lindjen e të dashurit të Allahut xhalla shan. Ne do të sillim salavate mbi të, do ta madhrojmë misionin dhe veprën e tij me vargjet e me vludet dhe do ta shprehim dashurinë tonë ndaj tij. Ardhja, lindja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishte paralajmëruar në shpalljet e mëparshme. Pamja e tij ishte përshkruar me hollësi, ndërsa në natën e Mevludit hebrejt në rrugët e Mekës thërrisnin se kishte lindur profeti I njerëzimit. Ashtu siç ishte paralajmëruar ardhja e tij dhe përshkruar me hollësi pamja e tij, po ashtu edhe jeta e tij profetike është regjistruar plotësisht dhe është përcjell me besnikëri. Jeta e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është dokumentuar aq besnikërisht saqë çdo njeri që kërkon ta njohë mund ta mësojë se si ka jetuar, si është sjell dhe si ka vepruar në çdo situatë të jetës së tij. Çdo gjë është regjistruar, sepse dihet se jeta e pejgamberit alayhi salam, sunneti, është burimi I fesë sonë. E që një burim të jetë I dobishëm dhe të shuaj etjen, ai duhet të jetë I pastër. Biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e pastër nga çdo shtesë e rreme dhe çdo gënjeshtër. Prandaj, sot ne mund t'i afrohemi lirisht këtij burimi të dritës dhe mëshirës, të pim prej tij, që të ecim në jetë të forcuar dhe të shkojmë drejt së ardhmës në një rrugë të ndriçuar. Muhamedi alayhi salam është shembull në çdo gjë, në të gjitha sferat e jetës sonë. Është shembull për të rinj, sepse që në rinin e tij u bë el amin besniku. Është shembull për bashkëshortët dhe baballarët, sepse me shembullin e tij na mësoi si të sillemi me bashkëshortët dhe fëmijët tanë. Është shembull për punëdhënësit, se si duhet të sillen me punëtorët, ndërsa punëtorët I mësoi si të sillen ndaj punës dhe punëdhënësit. Është shembull për sundimtarët, se si përmes përulësisë bëhen të mëdhenj, ndërsa për qytetarët është shembull se si I shërbehet së vërtetës dhe bashkësisë. Gjatë të gjitha këtyre periudhave të jetës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregoi përgjegjësi maksimale ndaj çdo amaneti që I besua. Meqense ai erdhi për ta edukuar njeriu, ky ishte qëllimi I misionit të tij. Edhe prej nesh kërkon të njëjtën gjë, përgjegjësi në çdo çështje dhe që me shembullin ton, ashtu siç vepronte ai sallallahu alaihi wasallam, të edukojmë edhe të tjerët. Abdullah ibn Omer radiallahu anhu transmeton se Muhamedi alayhi salam ka thënë: të gjithë jeni barin dhe të gjithë do të pyetni për kopën tuaj. Sundimtari është bari dhe do të pyetet për atë që I është besuar. Burri është bari I familjes së tij dhe do të pyetet për atë që I është besuar. Gruaja është kujdestare në shtëpinë e burrit të saj dhe do të pyetet për atë që I është besuar. Shërtori është kujdestar I pasurisë së zotërisë së tij dhe do të pyetet për atë që I është besuar. Njeriu është kujdestar I pasurisë së babait të tij dhe do të pyetet për atë që I është besuar. Të gjithë jeni kujdestar dhe të gjithë do të pyetni për atë që I është besuar, kështu transmetoi Abdullah ibn Omer. Abdullah ibn Omer radiallahu anhu transmeton në një vend tjetër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: këtë që Allahu I madhruar e ka bërë përgjegjës për diçka, qoftë ajo e vogël apo e madhe, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu
do ta pjesë ditën e gjykimit nëse e ka zbatuar urdhrin apo ka lënë pasdore dhe ka shkatruar. Veçanërisht do ta pjesë për familjen e tij. A e ka përmbushur detyrimin ndaj saj apo jo? Nga Enesi radiallahu anhu transmetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vërtet, Allahu do ta pjesë secilin që ka pasur ndonjë përgjegjësi, nëse e ka përmbushur apo e ka lënë pasdore dhe e ka shpërdoruar atë. Në ditën e Mevludit do të dërgohen miliona salavat mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A mund të jetë salavati i fuqishëm dëshmi se ne e ndjekim të dërguarin tonë? A mund të thotë sot ummeti se është ndjekës i tij? A ka të drejtë ta thotë këtë? A ka të drejtë ta thotë këtë një ummet që zotron rezervat më të mëdha të energjisë, ndërsa njëkohësisht ka numrin më të madh të varfërve dhe të papunëve? A ka të drejtë ta thotë këtë një ummet në radhët e të cilit ka një pabarazi të tillë, sa që disa paguajnë miliona për një top apo për një litër viski, ndërsa të tjerë vdesin nga uria? A ka të drejtë ta thotë këtë një ummet në radhët e të cilit analfabetizmi matet me 10%? A ka të drejtë ta thotë këtë një ummet pasuesit e të cilit bien dëshmor duke luftuar kundër tiranisë dhe bombardohen vetëm se luftojnë për lirinë në të gjitha xhamitë dhe mesgjidet? Edhe ne do ta shënojmë Mevludin, do ta kremtojmë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam inshallah. Do të sillim salavatën mbi të dhe me vargjet e Mevludit do ta shprehim dashurinë tonë ndaj tij. Vërtet, Allahu dhe engjëjt e tij dërgojnë salavatën mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. O besimtar, edhe ju dërgoni salavatën mbi të dhe përshëndetni me selam. Kjo është udhri Allahu xhalla shanu në suratul Ahzab, ajeti 56. Pra kjo është një vepër e lavdërueshme. Kur ne sjellim salavat me pejgamberin alayhis salam dhe engjëjt sjellin salavate për ne, por që gëzimi ynë për lindjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të jetë i sinqert dhe i plot, duhet që gjithmonë para dhe pas Mevludit në veshët tanë të jehoj hadithi i tij, të gjithë jeni barin dhe të gjithë do të përgjigjeni për atë që është besuar. Muhamedi alayhis salam do të gëzohet për salavatet tona, por gëzimi i tij do të ishte i plot vetëm atëherë kur ne ti kryejmë me disiplinë dhe saktësi të gjitha detyrat dhe amanetet që na janë besuar. Me çfarë fytyre e presim Mevludin kur gjithnjë më shumë fëmijë dhe të rinj bien pre e alkoolit, drogës, bigjozit dhe varësive të tjera, ndërsa kujdesi ynë për ta po dobësohet. Pra, kujdesi për fëmijët dhe familjen është i dobët ose pothuajse nuk ekziston. Amaneti është rrethuar. Me çfarë fytyre e presim Mevludin kur për shkak të mosndjekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam rënditemi ndër vendet e para në botë për çrregullim shoqëror, korrupsion, rishfet, nepotizëm dhe papërgjegjësi të atyre që kanë marrë amanetin. Me çfarë fytyre e presim ditindjen e atij që na paralajmëroi të mos ndjekim zakonet e të tjerëve, çdo herë kur muslimani pranon zakone që e largojnë nga Allahu xhalla shanuhu dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai humb një pjesë të identitetit të tij. E ne si ummet, kur pranojmë zakone, sa gjunahe bëjmë. Amaneti është rrethuar. Me çfarë fytyre e presim Mevludin kur bastoret janë vendet më të frekuentuara në qytetit tonë? Çfarë shembulli po i japim atyre që na janë besuar fëmijëve tonë? Një shembull i keq. Amaneti është rrethuar. Na është dhënë jeta dhe muslimani sillet me përgjegjësi ndaj këtij amaneti. Largohet nga çdo gjë që është ndaluar dhe që shkatron shëndetin dhe jetën e tij. Alkooli është nëna e të gjitha të këqijave. Na është dhënë martesa, kemi bashkëshorte dhe fëmijë, kemi familje, pikërisht për përgjegjësinë ndaj saj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka këmbgulur më së shumti. Muhamedi alayhis salam është i pikëlluar nga zona gjithnjë e më shpesh në familjet muslimane dhe nga lënia pasdore e fëmijëve, të cilët tani nuk i edukon në rruga
por i edukon dhoma e tyre. Sot familjet tonë nuk edukohen vetëm nga prindërit dhe mësuesit. Telefoni, rrjetet sociale, inteligjenca artificiale dhe bota virtuale po ndikojnë çdo ditë në mendjen dhe zemrën e tyre. Kush do t'i udhëheq nëse ne nuk i ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Na është dhënë dia për halalin dhe haramin. Kjo është një mirësi e pamos dhe një përgjegjësi e madhe. Të gjithë do të pyetni nëse kemi vepruar sipas asaj që kemi mësuar. A kemi përputhur jetën dhe sjelljen tonë me dijen tonë? Sot të kesh një punë, sidomos një punë në shërbimin shtetëror, është një mirësi e madhe. Si sillemi ndaj këtij amaneti? Ai shërben me përgjegjësi Allahut dhe bashkësisë ku jetojmë. Edhe ai që punon në sektorin privat, ai që është sipërmarrës, tregtar, shofer, mjek, imam, profesor apo punëtor i thjeshtë, të gjithë do të pyeten për amanetin që u është besuar. Së bashku me salavatet dhe vargjet e Mevludit, le ta shënojmë Mevludin duke ia drejtuar këtë pyetje vetës dhe të përpiqemi ta edukojmë veten që të bëhemi prej atyre të cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do t'i njohë në ahiret si pasuesit e tij dhe do t'i vendosë në flamurin e tij. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.